Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 4 maj të 2025-s. Duket se është një ditë me disi fillon me pak debate, me disa çështje të pazgjidhura, por kërkojnë vëmendje, sepse kemi disi ca problematika të vogël ku Plutoni futet me një ndalesë për sa përket për të kthyer në retrograd në shenjën e Ujorit. Kushtojeni më shumë vëmendje në ditët e para në çështjet aktuale, gjëra që lindin në jetën tuaj, pasi mund të keni disa çështje përzgjidhur në çështje pune, në çështje karriere ose disa gjëra tjera, por vëmendje kërkohet. Kush do të ketë më kujdes dhe të jenë më të vëmendshëm, kanë bëjnë Demi, Luani, Akrepi, Ujori ditëve të para që kanë ndikim dhe rishikime në realizime të thella në çështjet që lidhen me punën, lidhen me ndryshime të mëdha. Meqense ka diçka që në fakt në lidhje me punën ose disa gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e biznesit, është mirë që të jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm në çështjet e punës sonë dhe në atë që duam të realizojmë dhe të stabilizojmë. Por gjithsesi, kjo mbetet për të parë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe të çështjeve të mëdha ekonomiko-financiare. Gjithashtu është edhe një periudhë ku kërkon kohë, kërkon vëmendje dhe mundësi në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme. Por para se të filloj me parashikimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe ku do jeni, atëherë nëse doni një parashikim të detajuar, kemi pikërisht në astrologu.al ke faqja roz që shikoni atje. E klikoni dhe më pas duke klikuar dhe duke shkuar tek sekretaria, mbasi keni bërë veprimin dhe keni bërë blerjen, shkoni tek sekretaria, është ajo atje, vendosni të dhanat dhe më pas jeni gati që gjërat të shkojnë mbar, sepse do flasim për gjithçka juve intereson në detaje në WhatsApp, Viber apo Skype. Për juve që doni që çdo video ku astrologu.al ngarkon në YouTube dhe juve dëshironi në kohën që jemi live të dërgoni një mesazh, sepse së shpejti do kemi dhe shërbim të ri që do flasim direkt nëpërmjet telefonit. Prandaj, përgatituni duke bërë subscribe, butonin e zilës, duke ndjekur ato të dhëna dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit, duket se ka të bëjnë shumë çështjet ekonomike financiare në lidhje me një takim pune që do të keni ose diçka që për momentin jeni pak në dilemë për zgjidhjen e një konflikti, një problematike që keni pasur përpara dhe tani për tani koha tregon që juve të kësaj shenje duhet të jeni të vëmendshëm, edhe pse keni pasur probleme nga më të ndryshme i keni zgjidhur, është momenti tani për zgjidhje të gjithçkaje që juve keni dhe momentet janë pozitive dhe mundësi të reja në vazhdimsi. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë janë me peshore dhe megaforet të dhjetëçit të tretë. Edhe pse kjo është pak problem, sepse megaforet në fakt Dashi jo që në belan, po është në kërkim me sipërm për gjëra të mëdha. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për ju të shenjës së Demit, duket se është momenti, është në një kohë e artë në fakt për Demi, sepse Demi çfarë bën? Demi kërkon mundësira, kërkon vëmendje, kërkon kohë dhe meqense dita e sotme nuk i shkon për shtat Demit debatet, nuk i shkon për shtat Demit për gjëra të mëdha që kanë bëjnë me lidhje me anën e financave, lidhje me komunikim, lidhje me vendime, lidhje me ndryshime, lidhet me mundësitë që ju jepen e kështu me radhë. Por në anën tjetër është një moment shumë i mirë favorizues, konkretizues në lidhjet që keni të bëni me punën tuaj dhe me çështjet aktuale. Gjithashtu është një mundësi shumë e mirë për sa përket punës suaj, për sa përket asaj çka juve jeni dhe çka juve keni. Por në anën tjetër është një mundësi shumë e mirë pozicioni i planetave që juve ju ndihmon në biznese, ju ndihmon në karrierën tuaj
dhe është edhe një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse do të zgjidhni problematikat nga më të ndryshme që ve keni. Do të zgjidhni çështje që pak a shumë keni pasur debate, keni pasur probleme me lidhjen tuaj, me punën tuaj. Por një moment i artë që është tani ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën dhe me vazhdimsinë. Në çështjet që lidhen me një takim që do bëni nga dreka, është një moment shumë i mirë, sepse e keni mundësinë për të zgjidhur një problem shumë të madh ekonomiko-financiar. Do thoni juve në ditë diele çfarë mund të zgjidh, po ditë diele dhe ditë shtune bëhet nami, edhe pse nuk është ditë pune, po ditë pune për disa është dhe ç'keme ta. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me Dash duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që janë binjakët. Përsa përket binjakëve, me qenë se binjakët duket se në këtë ditë, edhe pse janë pak a shumë në lidhje me disa debate që do bëjmë, por unë ju them larg debateve për një mijë arsye, sepse mund të keni disa problematika të vogla ku gjërat do marrin zgjidhje, edhe pse duket se është pak vështirësi, por është një moment shumë i mirë dhe ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me realizimin e planeve shumë vjeçare dhe tani është momenti juaj për të zgjidhur një problem shumë të rëndësishëm. Kurse në çështjet e tjera, siç është ekonomia, siç është stabilizimi, siç është vazhdimësia e punës suaj dhe të karrierës është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Juve dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku doni të shkoni. Është një moment mjaft i mirë ekonomiko-financiar sepse çdo gjë e zgjidhni më së miri dhe është një periudhë shumë e artë në ekonomi dhe në stabilizime. Dhe gjërat janë shumë pozitive në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin dhe ndryshimin që mund keni, janë ndryshime të njëpasnjërshme në punën tuaj, në karrierën tuaj dhe në çështjet e vendimarrje. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit të tretë është ideale, sepse binjakët duket se e kanë një farë mundësie për të stabilizuar çështjet e dashurisë dhe ju që jeni në diasporë përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës që është gaforja. Çfarë ndodh me gaforet dhe ku pajtohemi me gaforet, sepse gaforet paçka se janë pak të zënë në lidhje me punën e tyre, kanë disa gjëra që mund të zgjidhin shumë ndryshime të mëdha ekonomike financiare në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën e tyre, por vjen një moment i shkëlqyer ekonomiko-financiar në ndryshime dhe në vendime që mund të marrni. Mund të merrni gjëra që vërtet nga njëra anë keni mundësinë dhe vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj në fushën e biznesit dhe jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe kjo ju bën që juve të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me punën tuaj, me punën aktuale, sepse është një kohë e përshtatshme në bisedime dhe në ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit të tretë është fillimi dhe vazhdimësia juaj. Prandaj bini pas sepse është koha juaj për gjithçka kërkoni dhe dëshironi në biznes, sepse disa para i prisni. Në dashuri, bëni kujdes me peshk të 10 diçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës që janë luanët. Luanë të dashur, unë do thosha që edhe pse keni pasur probleme në lidhje me punën tuaj, por është diçka e zgjidhshme për këtë periudhë, sepse kjo është një periudhë shumë e mirë, një periudhë që lidhet me të ardhmen dhe kjo është diçka shumë pozitive, madje është koha e artë ekonomike financiare, është koha e artë e ndryshimeve të mëdha që do të keni dhe mundësi të reja. Ajo që do të ndikoj, do të jetë punë, do të jetë karrierë, do të jetë ndryshime dhe mundësi të reja që mund të keni. Por çështjet afatgjat që kanë bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj, me punën dhe veprimtarinë tuaj ekonomiko-financiare që do të keni mundësinë e rritje në detyrë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshorët e 10 diçit parë dhe me dashët e 10 diçit tretë është perfektja, edhe pse duket pak a shumë vështirë, po është në favorin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë virgjëresha. Virgjëresha dashura, nëse do më thoshit në çfarë vendi mund të ishte virgjëresha sot, pra nesër, të bëhet trashim për nesër, është në vendin e 11, jo në vendin e 100, se në vendin e 12 është shenja. Ka një ndikim shumë të mirë. Mundësitë që ka, se janë shejtoke, kanë mundësinë e zgjidhjes së konfliktit. Kanë mundësinë pikërisht në këtë ditë
prandaj e vini pas ose vini pas dore, sepse është koha shumë pozitive, madje është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv. Në kohra të ndryshme, në mundësi që do të jetë, koha që ju vjen, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të ditës së parë, me ujë të ditës së tretë është perfektja. Një problem i vogël që ka ndodhur në martesën tuaj ose në fejes, zgjidhet pikërisht në këtë ditë. Vijojmë tek shenja radhës që është peshorja. Për sa përket peshorët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti i zgjidhjeve të problematikave që keni pasur më përpara. Kjo një moment shumë pozitiv në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën, sepse është tani një moment mjaft i mirë i ndryshimeve të mëdha që do të keni. Në gjithkohë ka momente, por tani është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur çështja problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat, do thosha unë, ka të bëjnë me virgjëreshtjen e ditës së parë, me ujort e ditës së tretë, që është perfektja, është një mundësi e artë tani që mund të zgjidhni çdo lloj problemi që mund të keni, por pa kujdes me dashurinë, sepse me gafore mund të ziheni në mes pazarit. Shkojmë tek shenja radhës, që është akrepi. Akrepët asnjëherë nuk lënë rastësisë, sepse janë të butë nga vetvetja. E fillojnë gjithçka nga fillimi, po dinë ku do të shkojnë dhe dinë se çfarë kërkojnë. Nga ndonjëherë është shumë vështirë të di çfarë do. Por disa mund të duket një prallë ose mund të duket diçka që çfarë thot Jorgo, nuk di unë çfarë dua, unë di që çem atë. Jo, nuk di. Derisa ta mësosh. Se nëse bën një llogaritje, mund duhet që të bëj një ndërtesë. Nuk është shtomil dhe shto ujë, po është ndërtesë. Ndërtesa ka përveç materialeve, por ka edhe të antisizmike. Duhet dhe një teknik tjetër pra të punë. Pra janë shtesë. Nëse jeni të sigurt për nismën e një pasurie të paluajtshme, do të thotë që para se ta fillosh, i ke bërë të gjitha, i keni marrë masat për gjithçka. Qëndroni 2-3 ditë. Mos bëni asgjë. Shkopini kafe. Mbasi keni pirë kafe, kanë kaluar 2-3 ditë, kapni prap ato letra nga fillimi. Do gjini gabime, por to gabime do ndrehen, po ta kishit filluar në atë ditë që ju e morët letrat edhe jeni gjoja gati, do e prishje. Hajde ta prishje në themel. E dije ku është problemi dhe shpenzime, punonjësit, punëtorët, njërën tjetrën, pra ja çfarë bën. Prandaj nuk e dim derisa ta mësoj. Është më kollaj të dish se sa të kesh ligji jetës. Gjithsesi, ju e dini më shumë se unë, po unë ju them bëri si barazamës tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me peshk është idealja, sepse akrepët përfitojnë me të drejtën e tyre dhe mohojnë gjërat që nuk janë të tyre dhe shumë mirë bëjnë. Nuk mund t'i pranoj. Shkojmë tek shenja radhës, që janë shigjetarët. Për shigjetarët të duket se tani në këtë periudhë është një periudhë ku gjërat janë në fakt në fazën e parë të vazhdimësive dhe të çështjeve më korrekte. Por nga ana tjetër është një moment shumë i mbar në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme, në lidhje me ekonominë, sepse lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me ndryshimi që mund të kemi tani tutje, pra ndryshime në vazhdimësi për sa i përket arsyes së punës dhe për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me ekonominë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse disa debate, disa problematika të ndryshme mund të keni pasur, por është një moment tani, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse do zgjidhni disa probleme, ka qenë probleme shumë të mëdha, por tani ka ardhur koha dhe momenti për të arritur qëllimin tuaj dhe nuk keni pse të më shqetësoheni, por duhet të gëzoheni dhe të arrini atë që dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm dhe me ujor të ditës së tretë, duket se janë të mbara, por gjithashtu edhe një moment shumë i mirë, diçka pozitive ndodh në fushën e karrierës suaj, sepse është mundësia e artë ekonomike, financiare dhe ndryshimeve të mëdha që do keni tani tutje, kur kjo periudhë juve ju ndihmon në çështjet e vazhdimësi ekonomike financiare dhe mundësi të reja ekonomike. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me dëm është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që është
shenja e britjapit. Për sa i përket britjapët duket se tani në këtë periudhë vërtet kanë momentin e duhur, mundësitë që ju jepen në anën ekonomike financiare, është një çështje shumë e mirë dhe tepër pozitive në takime, në ndryshime, në marrje vendime të rëndësishme, sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme financiare, sepse edhe si periudhë, edhe si kohë është e juaja dhe pozicionimi planetar, mundësitë të reja që keni, është momenti i duhur. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me dem duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e ujorit. Për ujorët, në fakt, ujorët tani për tani, edhe pse janë pak në dilemë për çfarë duan të bëjnë dhe mundësi që atyre ju jepen, por duhet pasur kujdes nëse duan të bëjnë diçka të re ose të nisin diçka, është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet kërkon kujdes dhe vëmendje, por në anën tjetër, ekonomia dhe financat, mundësitë e ndryshime që mund të keni, është momenti më mirë dhe i duhuri në fushën e karrierës. Në çështjet e ndryshimeve të mëdha që do të keni në fushën e biznesit, është një moment shumë pozitiv, madje është koha e duhur për stabilizimin financiar, është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dashjet e diçit parë dhe ujorët e diçit tretë duket të mbara, pak vëmendje me luan. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit gjithmonë diktojnë, ndryshojnë, marrin vendime të rëndësishme në kohën e duhur, por gjithashtu është një mundësi e artë në lidhje me takimet e punës suaj. Është një moment shumë i mirë sepse do të zgjidhni çështje problematike që mund keni dhe është edhe koha më e mirë e mundshme për të zgjidhur çështje problematike. Në çështjet e tjera që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen me vendime dhe ndryshime të mëdha që keni, por njëkohësisht është mundësia më e mirë e mundshme e financave dhe e biznesit tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, ujorët dhe diçit të tretë është perfektja, por një mundësi tjetër që ka të bëjnë është me dashtë dhe diçit të dytë, ku kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të zgjidhur problematikat që keni pasur, sepse keni pasur disa probleme, por këto janë të zgjidhshme dhe jo problematike. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 4 maj të 2025-s. Para se ndami bashkë, unë rikujtoj edhe një herë, faqja roz atje, mund zgjidhni paketën tuaj, shikoni atje, duke ndjekur hapat, shkoni tek sekretaria, vendosni të dhënat atje, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që çdo video që Sroku Pikal ngarkon në YouTube, të shihoni që ta dëgjoni të parët ose dërgoni mesazh në kohën që jemi live. Kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas në kohën që jemi live dërgoni mesazhet tuaj dhe merrni përgjigjen live. Më njëherë pulla. Gjithë mirë.